Po, normal. Aja që shkon është rezultati. Na u doshin 3 pikë sot, sa rrit me mi marë. Normalisht keshim, me gjithë dhe është justifikim s'du të flasë më për mungesat, jemi këta që jemi për momentin. Djemët duhet qetësohen, duhet lirohen, nuk duhet bëjmë se konë ullë një gjë muadhe. 1 pikë larg është vendi i parë, jemi në dytët, kampionati është shumë i gjatë. Pretendojmë dhe jam i bindur që të shkojmë prapë aty ku kena qenë, si me lojë, ashtu edhe me rezultat. Kryesore janë dëmtimet dhe forma, edhe po ta shihni sot, lam pjesën e dytë Malen, jam pjesën e dytë Jagun, sepse janë dëmtuar. Kastrati ishte me Dverda Çatos, është në formën e vet sepse kalon mas një dëmtimi të gjatë. Murata gjithashtu, Bekimi ka ata problemet e veta, kështu që momentalisht jemi një gjendje jo të mirë, por duhet shumë shpejt të mbledhim forcat, sepse edhe kështu si jemi të rrezikshëm për çdo kundërshtar. Jo, absolutisht jo, shumë shpejt. Thash jemi në vend dytë, si jemi të kënaqur me veten, kjo është e rëndësishme, edhe normal që ka pak kënaqësi, po gjithsesi çdo ekip ka atë fazën e vet. Po të shihni edhe ekipet e tjera kanë bërë hapa fallco, jena 1 pikë larg vendit të parë, jemi aty. Normalisht nuk jemi në gjendje të mirë, si problemi kryesor thash kanë dëmtimet, ose edhe të lojtarët që kanë filluar mu fut s'kanë marrë akoma gjendjen e vet, po me thënë drejtën janë shumë dhe kur janë shumë mandej njihet edhe kjo punë.